Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun në madhuar e falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në takimin e kaluar kemi përmendur kapitullin e vezveseve. Dhe kemi thënë se vezvesja, cytjet, janë arma kryesore që shejtani e përdor kundër njerëzit. Kemi thënë se vezveset janë trillime, janë dilema, dyshime që shejtani tenton me i fut në zemrën e njerëzit. Që pastaj përmes këtyre dilemave, dyshimeve, cytjeve, ta menaxhon njeriun, ta udhëheq njeriun, ta ngarkon njeriun, t'ia bën adhurimin të vështirë, t'ia bën besimin të komplikuar. Edhe pse gjitha këto janë të lehta, janë të përballueshme, janë të kapshme për njeriun, megjithatë vezvesja bën pastaj gjitha të vështira edhe të papërballueshme. Kemi thënë se vezveset prekin njeriun gjitha fushat e jetës, prekin gjithkund, në pastërti, në adhurim, në namaz, në zakat kur t'jep, në haxh, në gjitha kushte e fesë depërtojnë vezveset. Madje shejtani tenton përmes vezveseve edhe në jetën e përditshme me ia rëndu njeriu, pa adhurime, që me depërtu nga ato, pastaj në aspektin e besimit dhe të adhurimeve. Pastaj let e dominon njeriu dhe let e menaxhon atë. E kemi përmend në hadithin e pejgamberit alayhis salam këtë aspekt që Imam Buhariu rahimahullah ka përmend te kapitulli vezveseve. Ka mbetën një çështje që e ka përmendur Imam Buhariu rahimahullah në lidhje me vezveset, ku përmend pejgamberi alayhis salam se nëse njeriu nuk ndalet, atëra shejtani vazhdon deri në një pikë gati të pakthim. Për këtë arsye kemi thënë se prej hapave që duhet me ndërmarrë në trajtimin e vezvesës është njeri me unal. Për shkak se nëse s'nalet, ato çojnë ku s'ta mëmën e gjë. Mundet njeri mu prek nga vezvesja, mundet me pas një problem, mirë po duhet njëherë me ndërmarrë masë e duhura për me largu këtë vezvesë. Mu ndërprej që mos me vërtetutje për shkak se nëse i përgjigjet vezvesës, ajo vezvesë e sjell një vezvesë tjetër. Pastaj tjetër e kështu me radhë. Zgjidhja është mos më u përgjigj. Dhe kemi përmendur një varg udhëzimesh praktike që duhet më ndërmarrë njeriu që me u forcu dhe me i rezistu shejtanit në këtë çështje që ai tenton përmes saj me dëmtu njeriu, sikur që e kemi përmendur. Ka një tjetër që Buhariu ka përmendur këtu, pse ka në disa transmetime që e ka përmendur Buhariu në Adab al-Mufrad nuk është i fuqishëm, sikur që transmetimi që është në librat e tjerë, sikur që përshon në Sahihun e Muslimit, por ka të bëjë me të njëjtën tematikë. Andaj transmetimi që e ka përmendur Muslimi në Sahihun e tij është hadithi e Enesit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Enes ibn Malik, nga sahabët e njohur, transmetues e njohur të haditheve, thotë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: njerëzit në vazhdimsi do të pyeten. Do të vazhdojnë duke pyet, e kush e ka bëu këtë, e çka ka ndodhur kjo, e kush kjo, e kështu me radhë. Derisa të vinë një pikë duke thënë e Allahu xhalla xhelaluhu, i që është krijuesi i çdo gjëje, kush e ka kriju. Ky hadith të ndërruar është, domethënë, i transmetuar në formë ndryshme, një transmetim është ky që përmana, dhe ka transmetime ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se ai që sprovohet me këtë do të thotë kul huwallahu ahad falyantahi, edhe le të ndalet më një herë. Ky është hadithi. Çka nuk kupton ky hadith? Fillimisht këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë njerëzit vazhdimsi pyesin, domethënë disa pyetje janë në rregull deri në një pikë. Pastaj vazhdojmë me qenë pyetje të panevojshme. Njeriu ka mundësi
që ka nevojë për një përgjigje. Dhe ajo përgjigje ka të bëjë me të. Pastaj vazhdon njëri me pyet për arsye ndryshme, sikurse për shembull nga kurreshtja, veç për më intereson. Ajo pyetje s'ka të bëjë me të, nuk i duhet praktik, nuk është problem i tij, por çel probleme të panevojshme për me ushqy kurreshtën e vet. E kurreshtja kur nuk ngopet tani, kur s'ngopet. Tash për shembull njëri me qel derën e kurreshtës në këtë xhami. E QTP kur e kanë pru këtu? Valla kanë pru që të vakt. Apo e kush e ka pru? Valla kanë pru që ta. E të ka që në konë këta, në konë qëtujt. E baba që ju ka punu, a ka këskaj dikun, s'ka i kërkun këta punë. E qëka të interesant ty kush ka pru të pina? A të interesant ty? A është punë e jojtë e me ditë kush ka pru të pina? Së është punë e jojtë, Allah? Hajde që punë e jojtë e ka pru, për qatë të në Sovjet e kam pru, Sovjet e kam bojtë. E sa ka kushtu që këtë për? E një rem për kësoj sa banë, a kanë fund që të pytje? Kur s'ka në? Kur? E për keqë në pytjeve, cëla është pytja që të vynë ty? Keqë në pytje që përre, cëla është që të vynë ty? Cëla është? Asë njëna. Bio vëlla veç për vest. Që shtu të ma njëri me qëtë vete i varë, shejtani të një këtu punën fuqishëm atë. Edhe në aspektin e çështjeve që janë për shembull për njeriun të padukshme, që janë gajb. E mirë, e kjo kush e ka bëu këtë? Po kështu, e kjo deri sa vjen në një pikë që shejtani që në mënyrë graduale e bie te një pikë që pasoj s'ka kthim më. Pasoj s'ka pyetje më. Madje s'ka as përgjigje më. Se njëri mund marrë ndërëzën nga vezvesja, dhemi një pikë, sa që më përgjigja nuk ja shumë kureshtin më. Nuk ja shumë kureshtin. Nga se nga kureshtja, kalon dyshime. Si për shamu, tash, të punë, mora shahmu të pijë shumë thjesht, që të praktikë, se ka shahmu i tjerë shumë, a i vetë një herë, 2 herë, 3 herë, 4, 5 herë, dikur, thot, s'marrë me që i unë konë që t'i venim, do që t'i venim i unë konë. E të në të t'i venim, fillon me hinë dyshime, të panevojshme për tema që nuk i duhen. E pastaj edhe me i dhonë përgjigjes besan më. Kështu që shejtani dënë me e që dimi një pikë që pyet për tema që nuk i përkasin, nuk i duhen, janë pyetje komplet gabuara, edhe nuk ka mundësi me dhonë përgjigje, e vend se me e kontestu pyetjen e vetë, aja e kontestun përgjigjen. Dhe këtu shejtani pastaj e bie në pikë të mohimit. Prandaj, kjo është më rëndësishme me kuptu në këtë aspekt. Vezveset në besim të ndërmjetësor fillojmë një graduale. S'fillojmë me një herë apo. Shejtani nuk e ngacmon njërin në çështje të besimit me një herë. Po fillon të ngadal me këtë e këta e kjo çështje e kështu dal ngadal derisa të bëjmë një pikë që nuk ka më mas së çka. Edhe fillon tash me ndërtu pyetje që realisht janë gabuar ato pyetje, por ai mendon se janë të duhura. E pyetjes gabuar, a mund të më përgjigje duhur? Jo, s'mundesh. Nuk mundesh, se pyetja është gabim. Edhe kur dikush vet gabim, ti para se më dhon përgjigje çka bën, ja përmirëson pyetjen. Që kështu kur vet çështu përgjigje. Ama çështu s'ka kështu përgjigje. Edhe pyetja të ndërrohet kush e ka kriju Allahun? Mirë, para kësaj pyetje, cila është pyetja para kësaj pyetje? Kush i ka kriju krejt? Allahu. Allahu është krijuesi. Pyetja kush e ka kriju Allahun, a është pyetje në rregull? Ja nuk është pyetje në rregull. Nëse është pyetje të ndërrohet e palogjikshme. Është pyetje e pa kuptim. Sikurse për shembull unë më thon ty, a mundesh me ardje? A pyetje në rregull? Pyetje është ka, ose pyetje? A mundesh me ardje? Jo, thosh, a mundesh me ardje nesër se ke gabu? A mundesh me përgjigje më? Ja, më të kom zonë ngusht, hajtë tash përgjigje më. O burr, nuk ka punë ngusht, po pyetje është pa lidhje. Pyetje është e gabuar. Dhe është me përmirësu pyetjen tani me një përgjigje. Edhe kjo pyetje. Do më thonë, kush e ka kriju Allahun? Mirë, para se me pyet kush e ka kriju Allahun, cila është pyetja paraprake? Kush është Allahu?
Allah është krijuesi. Do të thonë, nuk bëhet pyetja kush e ka kriju krijuesin. Pse? Se mas së pyetani, a pet vini pyetja, e këtë krijuesin e këtij krijuesi kush e ka kriju? A pet pyetja, e këtë krijuesin e këtij krijuesit atij krijuesit kush e ka kriju? A ka tani fund kjo s'ka fund më kurr? Kjo s'ka fund këtë, kjo s'ka fund më atë. Futesh në një qark të pafund të pyetjeve që s'ka më përgjigje. Ta rresh kjo migullina. Sa më tepër të pyet, shkon duke u migullu. Nuk ka qartësim më. E që të migullihet në shejtanit. Që të migullihet në shejtanit. Që ta edhe popullat uj kjo do kanë, uj kjo do mjegullën, nuk do në qartësin, uj kjo mjegull, edhe shejtani do mjegull. Shejtani do pa qartësi, do në terë, që letë pas taj me menagjofën. Se kur e dritë, kur e qartësi, kur ka dije qartë, s'ka që ka banë aty. Nuk ka që ka banë, se ka dije. Ama kur ka mjegull, kur ka huti e tash, aty aj gjunë ka gjamirë. Prandaj të njerë me fut nga qartësia në pa qartësi, nga këthilësia në mjegulli. E kur të fut mjegulli, tani mo s'ka rahmet aty. Tani godet nga gjithë anë, deri sa të bjen një pikë që do më qmend pe i vezveseve. Edhe më hanë Allah në azogjel, më hanë kejtë që ka të marë hadlomi më u kejtë se s'po di më që me bo, jo po din që me bo bëllë mirë, nuk o dojnë më hiqë hitë në këtë nashën. është dash para kësaj, so bukur ta pejgamber sa. Mas pari, çka tha pejgamber sa? Tha vetë, nuk u dash me vetë gjithçka mas pari, e para. E dyta kur jam me pikë do të thon Allahu është një. Edhe mundon. Ama si nol as te Allahu është një, as nuk e nol te pyetet, atëherë normal që i lëshunë të porze që s'ka të nalë më. Anajtë, ndërlozër, nuk është problemi në përgjigjen se na musliman s'kem përgjigje. Po na musliman nuk mundu më dhonë përgjigjen pyetje që s'jem pyetje. S'jem pyetje pa lidhje, jem pyetje pa kuptim të. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, ndërlozër, është se prej gabimeve të mëdha që njerëzit i bojnë në raport me Allahun te bareku teala, është edhe gabimi i përpjekjes që me e nështru Allahun ligjeve të Allahut. Allahu i ka kriju ligjet, apo? Për shembull, Allahu te bareku teala ka bërë ligj që çdo ekzistencë me pas fillim. A ligji i Allahut që jep? Nuk gjithçka që ekziston ka fillimin e vet, a ka fillim? Këtë ligj kush e ka bërë? Allahu xhalla xhelalu. Allahu e ka bërë. E tash njeri e ka pa në jetën e përditshme se gjithçka ka fillim. Domthon koncepti i tij për gjërat është se kanë fillim. Pasyrimi i tij për gjërat është se kanë fillim. Çfarë ishte sandë? Tash këtë pasyrim që e ka për gjërat, këtë koncept që e ka për gjërat dhe këtë ligj që e kupton, tenton tash me bajt te kush? Te Allahu xhallahu ala. E Allahu nuk i nështru ligjeve tona. Apo Allahu nuk i nështru ligjeve tona. Për shembull, ligji i kohës. Koha i ka ligj dhe veta. Po, njëri për shembull ka dje, ka sot, ka nesër, koha lëviz, nuk kthehet në rregulla. Janë ligje. Është për ligjeve të Allahut në kohën se koha është e pakthyeshme. Është mos më kthy një omrapa. Si që kthen vidën. S'u kthesh në kohë kështu realisht apo. Ka shkuaj, ajo që ka shku, s'kthehet më apo. Nuk mund më kthy. Andaj Allahu ka bëu që njeriu brenda kohës të ketë fillim dhe të ketë mbarim. Ky ligj i Allahut te bareku teala. Me fut Allahun xhelalu ora në këtë ligj nuk bëhet zot më. Nuk bëhet zot më. Andaj Zoti është mbi ligjet. Nga sa është krijuesi i ligjeve. Me tentu me fut Allahun brenda ligjeve është me përgjasu Allahun me krijesat. Në momentin kur përgjasohet nuk ka zot më. Për me rujtë si zot do të me konë jashtë ligjeve. Andaj njeriu ka po në këtë dunjë se gjithçka ka fillim. Atëherë thot e Allahu ku ka fillim? Për këpyt për anë zbohet, se aja është i pa fillim, el awel. E qysh që pun? Po, logjika jote është e kufizuar. Ajo vepran bazë të perceptimeve kësaj dunjaje që i ka pa. Andaj qysh është shikimi kufizuar, qysh është veshi kufizuar, është edhe mendja e kufizuar. Është mendja kufizuar. Prandaj tendenca me e përgjasu Allahun me krijesat sjell punim të tilla. Dhe kjo është gabim. Se Allah nuk është si krijesat.
Kanare kanë pyet Aliun radhiyallahu ta'ala anhu disa për jehudive një pyetje. Çeto për çfarë problem? Shikoni so shpejt ju ka përgjigj edhe kam përshëtet temën atë. Kanë thonë, a mundesh me tregu prej kur është Allahu? A për kuptoni? Prej kur është Allahu? A për që tu, dëmon, për kësaj dita, për kur është? Prej kur fillen Allahu? Ka thonë, a mundi me më kallëzuj mu prej kur s'është Allahu? Kur u kone e që së kone Allahu? Edhe pikë, ka shua, s'ka përgjigje. Duhet me përgjigje ka pytin. Jo prej kur është Allahu? Hajtë kallëzën për kur s'është Allahu? Ti kallëzën për kur s'është, unë të kallëzën të një për kur është. S'ka përgjigje, s'u thosh për kur s'është, se gjithë u konë. Allahu xhallahu ka qenë gjithmonë. Andaj për eso konë qënë gjithmonë spytit, ai që është gjithmonë për kur u konë, po konë gjithmonë. El awwal, ai është i pari. Ai është i pari. Nuk ka për ati asgjë. Dhe gjithashtu të ndërruar dhe dietarë kanë përmend se nëse një çështje të caktuar e ekzistencës ka pafundësi të trajtimit, ajo çështje nuk ekziston. Çka nuk kupton kjo? E kanë marrë shembull ndryshëm, shumë një pyetje në shembull për më të njohur, kanë thonë nëse një ushtar apo ka urdhën me elshu një njeri për burgut. Ti shkon çat njeri me burgut. Thot ushtari, kush e ka dhënë këtë urdhën? Oficeri. E thani, oficeri kush e ka këtë urdhën? Ai oficeri. E këti oficeri kush e ka urdhën? Ky oficeri. Ati oficeri kush ka fund kur, domthon vjen përfundim se kur s'pas ka thonë. Se dikun duhet me përfundu kjo, apo dikur nuk oni pari që i ka dhënë këtë urdhën. E ka dhënë oficeri, të cilët i ka dhënë generali. E kush i ka dhënë kurkush, se generali është, ai thot vet. Do duhet dikur munal ky zinxhir që pjetit me fillu realisht me funksionu urdhni. Nëse s'ka fund burimi i urdhnit, atëherë urdhni nuk ekziston fare. Kjo rregull logjik është apo? Logjikisht i vjen që shtatë. Me thonë ty për shembull, shkon që të vën. Kush ka thonë, po thomone. E ty kush ka thonë, ka filone. Ty kush ka filone, ty filone fi. Nëse s'ka fund dikun që ky filoni me kur i pari që pitini urdhni, çka themi? S'pas thonë kurkush hiç, bro. Kurkush s'pas ka thonë. Andaj duhet me konë dikun një fund që piti është burimi i kësaj fjala. Në kodër saj për shembull të ndërvozër, ka do lajme që qarkullin mes të njerëzve. Kur ti ulumton ti, e sheh që kurkush s'ka fund kjo afton. E moment kur s'ka fund i bën që s'është e vërtetë, bro. Për ty në për shembull që jashtë atë temës, po në këtë mentaliteti është çështja që thujmë për shembull ka pas hoxhallar rus, që jo nërë me nga prish fejnë këta. Edhe ti hulumton për këtë punë. Du të më hulumtu, ku jënë konë këta rus, ku jënë konë imam, gjami, a du të më hulumtu këtë punë. Normal. Ta shti vëllë me hulumtu, për shambu thët njoni, unë e kumi njoni në përnë. E tani të shkën të qaj njoni, e qaj njoni e ka një njoni në përnë. I cilë njoni u konë të njoni, e s'ka fund kërkuneqë. Hala si ditë burit miral kur që e njoni që e ka taku që të hoqën rësë. Po gjithë është njoni, tani mas jo është njoni tjetër. E bjanë që kjo punë e për rallë, su konë kur avtar. A kuptut? Me konë një fund. Dhe me pas një fund. Që kjo filoni piqitina. Si për shamu na e kena hadithin e pejgamberit. E pa që a thamë për hadithin e transmeton kush? Enes ibn Malik. Po, e ti, na e kena pa Enesin? Enes ibn Malik, na e kena pa? Jo, se këna pa, se këna pa. Mirë, mes neve edhe Enes ibn Malik, a ka transmetues po? Une, për lezim për i të libre. Apo, këtë libre e ku marrë ku qëto. Këtë libre e ka shku që këtë filoni. E tani, këj e ka marrë këtë hadith për këtina. Këj për këtina, këj për atina, këj për Enesit, këj për pejgamberit. Murë fund. O, murë fund, është një fund. Kush e ka në këtë hadith? Muhamedi sasëm. Aja është një pare që ka në këtë hadith, e për ti e ka transmetuar. Domthon ka një fund. Si të ka fund është e vërtet. Ama na me thonë, kush e ka në këtë hadith, e ka thonë filoni. Kush për kuna Enes ibn Malik. E këj Enesi për pejgamberit. E pejgamberit për kuna për Ibrahim sasëm. Ibrahim sasëm për kuna për këtina. Këj për Ademet, këj për ati, këj Ademi për kuna. Do të me konë dikur një fund. Dikush e ka thonë. Ja dikush këtë e ka thonë. Ja se ka thonë eqë pra.
Prandaj të ndërvozë zinxhiri i pafundëm i çështjeve të caktuara në kupton se çështja nuk ekziston fare. Edhe kjo thashte Allahu azza jall. Nëse e hap këtë kush e ka kriju Allahun, a mbyllet dikun tani kjo derë? Kurkun. E ka kriju Allahun ai Allahu. E atë Allahun kush e ka kriju ai Allahu. E tani s'ka fund më kur. S'ka fund kur më. Prandaj ka thonë për ferien te nare që to Allahu është krijuesi. Edhe tani pe atij gjithçka është. Që këto funksionon logjikisht. Prandaj pyetja është gabim, pyetja nuk qëndron, pyetja është e pakuptim, edhe është në shkëputje me logjikën. Prandaj duhet të njoftë Allahun xhallahu ve kurth Allahu te barekuhu teala. Allah lejse kemi të lehi shay, nuk është Allahu si krijesat. Nuk është Allahu xhallahu si krijesat. Prandaj në pyetje logjike, edhe në pyetje jo logjike. Për fund të ndërvozën e çështjes më rëndësi. E kam përmendur disa pediatrë si shembull konkret. Ka shembull shumë. Më shpëdu mi pranë këto që i përmendi sa më përmendi diçka tjetër më ka thënë domun që nuk është çështja se na ikum për përgjigjes. Dikush më s'keni s'po ikum i përgjigjes. Na kena për me pyetje njëra. Hajde njëra të kthyen pyetje në rregull tani ja ku përgjigje. Ai këto janë argumente krejt që pyetja nuk ka rregull. Zbot kjo pyetje. Është vezvese veç. Pra duhet me dallu mes asaj që është pyetje logjike dhe problem real, edhe mes asaj që është vezvese e shejtanit që do të thonë se atë që audhu billahi minash shaitanir rajim. Vezvese është kjo. S'ka s'po pyetje. Për shembull të ndërmozë. Që kjo tavolin është vendosur këtu. Apo? Ku ka vënë këtë tavolin? Në sens, e ka qëtë në qësh. Po, këtë mod dersi, vëllai unë Ibrahimi vënë e merret që këtu. A qështu? Mirë. Ju vini në xhami edhe rini në sofa. Kur fatë namazin çka bëni? Shpërndani një atje, ulni, edhe me ngu dersin. Domethënë, e kemi tavolinën edhe kemi juve. Mirë. Nëse qëto në saft parë ju qeni, lëvizni, ulni një qëtje. Edhe tavolina pej këtu kër u konë, qëtu u konë, u arë qëtu. Vjen Ibrahimi, edhe ju shë qështut. A vetë Ibrahimi, Haxhi Bedrin, ku shë unë një qëtje, a vetë Ibrahimi, tavolinë ku shë përni qëtu. Cëla është pyetja? E logjikshme. Tavolinë ku shë përni, se Haxhi Bedria vetë shkën qëtje. Nuk është pyetje me e kush e qaj Haxhi Bedrin qëtje, se qaj kërkush, vetë ullë. Do se njëri ka vullnet, ka fuqi me lëviz vetë. Pyetja kush e lëviz është e pakuptimt. Ndërsa pyetja kush e lëvizit tavolinën është e kuptim. Pse? Pse tavolina s'ka vullnet, s'ka fuqi me lëviz vetë. E çdo dikush e ka lëviz. Prandaj pyetja kush e krijoi njeriu është e kuptim. Se njeriu ka një krijesë. Pyetja kush e krijoi Allahun është e pakuptim. Sa ai s'ka s'është i krijuar nga sa është krijuar sot. Apo kupton logjikën e pyetjes. Me nuk pyetet Allahu, po pyetet njeri. Pyetja nuk bëhet për Allahun, pyetja bëhet për njerin. S'ka logjikë me pyet për njerin. Për Allahun xhallahu. Sikur se s'ka logjikë me pyet e kush e lëvizi çato. Kush lëvizi, po ky vetë lëvizi Allahu. Ai ka kom të veta, ai ec, po atëherë pse po vetë kush lëvizi? Me kon që njerëz i pa lëvizshëm nuk lëvit. Po çatë lëvizëm e kush lëviti këto se kush lëvit? Po, a manje që lëviz vetë ju ec, me vetë e kush i lëvizi, kush lëvizi vëlla, po kjo quhet vetë komec. Në pyetje është e pakuptimt. Ti po vetë pa lidhje po vetë. Andaj të më kuptu, çka është që lëvizet? Që kjo, që to ndoshta kush më lëviz? Jo ty. Jo basirom, apo, do të më lëviz ty, jo, ti lëviz vetë, elhamdullah, u jesh vetë. Unë me vetë Ibrahimi, e u kush e lëvizi basirom, kush e vetë ka lëvizaj. Qysh kush e lëvizit, ai vetë njëri ec. A kush e lëvizit tavolinën po se kjo vetë nuk ec, dikush e ka lëvizit, ja dikush e ka kap. Prandaj edhe njeriu të ndërvozën. Njeriu ka fillim. Me çka fillim pyetet për njeriu kush e krijoi njeriu, për njeriu, se ka fillim. Kjo pyetje është normale. Mirë, për Allahun që nuk ka fillim ai që është krijuesi, nuk bëhet pyetja kush e krijoi. Është pyetje pa kuptim, është pyetje pa lidhje, pa qëndrueshme. Nuk është logjikshme. Kjo pyetje është dalë bën Allah, bën mohabet. E kjo më vetën s'ka fund kërkun heq ato. Kështu që muslimani është i obliguar të marrë me pyetje përmbajtësore. Me pyetje që janë një me pyetje që kanë logjik.
pyetje që me vërtet kanë arsyeshmëri. Po nuk e di edhe pyes. Okej, merr përgjigje. Mirë, po me pyetje që nuk bëhen, janë pa kuptim të ato. E kësi pyetjet pa kuptim të ka shumë. Edhe pyetjet se pa kuptim, a mund të më përgjigje? Jo, s'mundesh apo. Nuk mundesh Allah. Për shembull të ndrozë edhe përfund. Allahu xhallahu ala ka kriju njeriu, edhe gruaja është ajo që mbetet sa zonë edhe lind, burri nuk lind. A ka mundësi me lind mashkulli? Jo, s'ka mundësi apo. Ka falë Allah që është apo. Për shembull. E tash, për shembull me vetë filoni për njerin, a ka lind qika djalë? Po çdo ka lind qika djalë, po s'lind burri. S'padishim më përgjigje apo. A i bjen s'padishim më përgjigje? Jo, po ti s'padishim me vetë Allah apo. Nuk ka s'padinu përgjigje, s'padim me vetë. Qysh vetin soni a ka lind filoni qika djalë? A ka lind gruaja vetë qika djalë? Jo, ai ka lind sa i s'lind. A po kuptoni pyetjen pa lidhje? Në pyetjes pa lidhje s'mund të më përgjigje. E kur s'mund të më përgjigje, nuk që ti s'din. Po ajo s'ka përgjigje ajo, thonë, s'është pyetja pa lidhje atë. E shumë tjera që ka, domthonë, një zinxhirore që njerëz mund me pyetje, po kjo pyetje s'ka përgjigje. Jo pse na s'dim, po pyetja është ashtu që s'ka për të përgjigje. Andaj pyetja kush e krijoi Allahu xhallahu ala është vezvese. Nuk është pyetje. Që të do është e marrë. Me dëshmu që nuk është pyetje. Ka me 10 fakte, disa pyetje përmana që dëshmojnë se kjo nuk është pyetje fare, po kjo është dilemë djallëzore e shejtanit me të angazhu në çështje që e turbullojnë, e mjegullojnë besimin në raport me Allahun xhallahu ala. E kur një besim në Allahun që e kemi na shumë të qartë, kul huwallahu ahad, thuaj Allahu është një, do s'ka si Allahu, ai është një, ai është krijuesi. S'ka dy krijuesa, 3, 4, një është, një krijues është, një furnizues është, një është. Kur këtë qartësi të besimit e mjegullon, tani e fut njeriu në tunelet e paqartësive që aty në pasaj Allahu e den ku është fundi, s'ka fund më. E unë di njerë që kanë darë më anku, dhe më hanë kanë qenë në gjendje të rënduar psiqike, si pasoje, dhe më hanë futës në këto, të minutë është haj. A i të turbulon, të turbulon mendin e kokën e kejt në dilemat që nuk kanë fund. Prandaj, zgjidhja çka është? Zgjidhja është me injoru, zgjidhja është me indjek udhëzimet e pejgamberit, merru me ato që të përket, merru me pyetje që të përkasin, mos u merr me pyetje që të përkasin që janë pyetjet tua, apo beson Allahun te barekuhu teala edhe kërkon ndihmën e Allahut nga shejtani. Thuaj Allahu akbar, thuaj kul huwallahu ahad, thuaj la ilaha illa Allah, edhe merr fund kjo. Falyentehi tha pejgamberi, tha nalo, edhe s'ka më tutje, s'ka më, dhe jam një pikë që s'ka më ato me shku, ktheu tash mbrapa. Nëse nuk e dashur deri te ai pikë. E kur shkon për të kësaj, pastaj mos të qërton asë për vetës, nëse për të kësaj s'ka pyetje mu, as s'ka përgjigje, por ka dilema, edhe ka dyshime, edhe ka paqartësi, edhe ka pasiguri, deri në shkatërim total. Allahu na ruaj që ka njerëz që i ka shpinë në mosbesim, në ateizëm, e në devijime të ndryshme, jo për shkak se s'kan gjetë zgjidhje në fe, jo për shkak se s'kan gjetë përgjigje në fe, jo, por për shkak se janë marrë pyetje që rresht nuk janë pyetje, nuk janë logjike, nuk janë të arsyeshme, sikurse disa nga pyetjet që i prezantova dhe i paraqitet para jush. Allaj të ndonjëherë këtu janë vezvese. Do një imurun nga vezveset që me erujt shnetën e besimit vet, me erujt shnetën e mendimit vet, me erujt rahatin e qetësinë vet, nga se nëse futet në këto vorbulla pafundme, atëherë s'ka mundësi me dalë për ty në pas me rahmetin e Allahut e ndihmën e tij. Allah na ruaj nga çytet e shejtanit, na ruaj Allah besimin, imanin ton, na mundsoj të kemi iman të qartë, të pastër, të kthjellë, çfarë është imani, edhe na mundsoj që Allahun më adhuru me qartësi, e zotshmëri, e kënaqësi, nga se kështu Allahu te barekuhu teala e ka bërë adhurimin që të jetë freski e kënaqësi për zemrën e njerit. Mirë, por kur ndodh me vezvese, bëhet pastaj më drejt i vështirë edhe i komplikuar. Jo që është çashtu, po për shkak se na kemi komplikuar me vezveset e me ngarkesat e panevojshme. Na ruaj Allah nga sherri i shejtanit edhe nga çdo sherr tjetër, e na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu e shpëloj për vëmendjen me kaq për fund. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.